Përplasja mes Fjollës dhe Labinotit në Big Brother Kosova ishte një nga ato momente ku loja kalon në konflikt personal dhe fjala bëhet armë. Një debat që nisi si mos pajtim mendimesh, por që shumë shpejt u shndërrua në përballje e goje, krenarie dhe vetë pohimi. Në mes të tensionit, Fjolla shpërtheu me fjalë të drejtpërdrejta dhe të ashpra: "Ti je kot, ti nuk kupton asgjë. Unë jam këngëtare, jam artiste, i kam të gjitha." Këto fjalë ranë rënd në shtëpi dhe jashtë saj. Jo vetëm për tonin, por për mesazhin që përcollën. Fjolla, në atë moment, nuk po fliste thjesht për veten, ajo po vendoste një vijë ndarëse mes meje dhe teje. Mes atij që ka arritur dhe atij që sipas saj nuk kupton, Labinoti, nga ana tjetër, u pa i habitur nga kjo qasje. Debati nuk ishte më për një situatë konkrete në lojë, por për vlerën personale dhe mënyrën si secili e sheh veten dhe tjetrin. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i këtij konflikti. Big Brother Kosova është një shtëpi ku titujt jashtë mureve nuk kanë të njëjtën peshë brenda. Artist, këngëtar, person publik apo jo, aty të gjithë janë banor të barabartë. Dhe kur dikush përdor profesionin apo famën si argument për të ulur tjetrin, debati humb thelbin dhe shndërrohet në arrogancë të perceptuar. Fjolla, pa dyshim, ka karrierën e saj dhe identitetin e saj artistik. Por mënyra si ajo e artikuloi këtë në përballje me Labinotin u pa nga shumë kush si mbrojtje e egos, jo si argument. Sepse të thuash i kam të gjitha në një ambient ku njerëzit po testohen si karaktere, jo si savë, tingëllon më shumë si pasiguri se sa si forcë. Nga ana tjetër, Labinoti përfaqësoi një profil tjetër, atë të njeriut që ndoshta nuk flet me tituj, por kërkon respekt në komunikim. Dhe kjo përplasje tregoi sa lehtë mund të kalosh nga debat në nënçmim, sidomos kur emocionet marrin drejtimin, publiku jashtë u nda në mendime. Disa e pan Fjollën si një grua që po mbron veten dhe identitetin e saj. Të tjerë e pan si dikë që përdori famën për të mbyllur gojen.